Sot institucioni parashkollor Zambaku në Prizren shënoi 4 vjetorin e punës së suksesshme, ku tani me këtë institucion është bërë njëri ndër institucionet më të kërkuara për fëmijët parashkollor. Të pranishmit i ka përshëndetur drejtori i këtij institucioni Lulzim Drini dhe tha se gjatë këtyre 4 viteve është punuar shumë në zhvillimin e këtij kopshti dhe unë i falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar në këtë drejtim. Institucioni Zambaku është institucion publik që ofron standarde të avancuara në edukimin e hershëm të fëmijëve, ku për momentin kujdesemi për 188 fëmijë me 6 klasa në gjuhën shqipe dhe në 1 klasë në gjuhën bosnjake dhe turke, që nga muaji shkurt 2024 kemi qenë në fazën plotësuese të kurrikulës së re, e cila u miratua nga mashti më 17 prill 2025. Kurrikula për edukimin në fëmijëri të hershme është një dokument kyç që vendos themelët për zhvillimin e hershëm të fëmijëve, duke reflektuar format e ndryshme të edukimit në këtë nivel. Me një qasje gjithëpërfshirëse, kurrikula synon të nxjisë mirëqenien, mësimin aktiv, shprehje të shëndetshme dhe zhvillimin e fëmijës si hulumtues i vogël, duke vendosur fëmijën në qendër të procesit edukativ dhe njëkohësisht promovon rolin vendimtar të prindërve në edukimin dhe zhvillimin e fëmijëve, tha ai. Gjatë këtyre 4 viteve është punuar shumë në zhvillimin e këtij kopshti dhe unë i falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar në këtë drejtim. Institucioni parashkollor Zambaku është institucion publik që ofron standarde të avancuara në edukimin e hershëm të fëmijëve, ku për momentin kujdesemi për 188 fëmijë me 6 klasa në gjuhën shqipe dhe nga 1 klasë në gjuhën bosnjake dhe turke. Që nga muaji shkurt 2024 kemi qenë në fazën pilotuese të kurrikulës së re, e cila u miratua nga mashti më 17 prill 2025. Kurrikula për edukimin në fëmijërinë e hershme është një dokument kyç që vendos themelët për zhvillimin e hershëm të fëmijëve, duke reflektuar format e ndryshme të edukimit në këtë nivel. Me një qasje gjithëpërfshirëse, kurrikula synon të nxjisë mirëqenien, mësimin aktiv, shprehjet e shëndetshme dhe zhvillimin e fëmijës si hulumtues i vogël, duke vendosur fëmijën në qendër të procesit edukativ dhe njëkohësisht promovon rolin vendimtar të prindërve në edukimin dhe zhvillimin e fëmijëve. Unë ju uroj të gjithëve 4 vjetorin e kopshtit, duke dëshiruar zhvillim të mëtutjeshëm në të gjitha sferat. Pastaj drejtori Drini ndau mirënjohje për edukatorët e dalluar për këtë vit shkollor, Urime Arapi dhe Fatlinda Milaimi Vorfaj, si dhe nga për edukatorën Arta Pegaj Thaçi, e cila ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm gjatë këtyre 4 viteve dhe tashmë vazhdon në shkollën Abdyl Frashëri. Pas kësaj ceremonie, fëmijët e kanë shfaqur një program të pasur artistik në 3 gjuhë, në gjuhën shqipe, turke dhe bosnjake. Në tokë janë 5 oqeane dhe 7 kontinente. Mbi kontinenteve është Europa dhe Evropa shumë shtete. Bashkë shteteve të Evropës është edhe Kosova. Kosova është shteti më i ri i Evropës. Kosova janë shumë qytete. Qyteti i Kosovës është Pristina. Pristina është kryeqyteti historik i Kosovës, në Prizren ka shumë monumente historike. Në Prizren ka fakultete, shkolla të mesme dhe shkolla fillore. Në Prizren ka edhe kopshte për fëmijë, në mes tyre është edhe institucioni parashkollor Zambaku.